Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit që kanë ndodhur brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Do të ndalojmë pak tek gjesti dhe tek një diskutim që në fakt po bëhej mbrëm në verandë. Gjesti ishte i pozicionuar me karige pranë banakut të Lori Kafes, Loredana dhe Egli ishin të pozicionuara pranë spas dhe Danja ishte pozicionuar në karigen ku zakonisht rinë banorët pranë pishinës dhe po bisedonin me Gjestin. Të tre gocat në fakt po i kthejnë Gjestit kundër me pretekstet që ti je një mashtrues, je një gënjeshtar, siç duket kjo po e vret Gjestin shumë edhe po e fut në depresion, duke mos e menduar këto me këtë presionin që po ja bëjnë non-stop. Gjesti i luteshte Eglit që ta besonte në atë që Gjesti po i thonte, për të gjithë presionin që ai ka kaluar brenda kësaj shtëpie. Unë kam shkëputur një bisedë mbi të cilën dua ta komentojmë të gjithë së bashku. Ej Zot Allah vrajëm nëse unë po të rej, thot Gjesti. Egli apret po të betohem edhe unë në Zot edhe në Allah nëse është kjo zgjidhja. Gjesti thot pritë mëj me ta shpjegu. Jam kon të uçment që tu mrena të betona. Të betona që nuk ka pa mirë. Smujsha me fol mirë, thot. Edhe gjdo sen këtu në regull, mua mu do ke krejt në ajer. Gjdo sen në ajer, kur në jetë nuk më ka ndodh a i sen, kur në ajer më dukeshin gjërat krejt ishin të ec njerës normal. Mua krejt senet në ajer më dukeshin qatë shumë që unë garkova ma unë veç unë e dy që shkom nejt që tu mrenam. Veç Zoti ma the din, edhe dejsa janisa, se po përmeni tash, dejsa janisa mu falë pizorit. Prej zorit math, me i kërku falje Zotit, ose ndim Zotit, që smujsha mo qajo ke rruga e vetme, që Zoti mdimoj. Ma shtoj energjin me nejt hala, besom. O u fala prej zorit që kesh, nuk e dia mundesh me mbesu, por gjithsesi më vjen shumë keq që e ndjerë kështu. Gjesti thot hyra në paranoja. Do me thënë, Egli ka hyrë me një qëndrimin e saj të ftohtë dhe mendon që çdo gjë që ajo thot dhe qëndrimi i saj i egër ka shumë të drejtë dhe ajo është me të drejtë mbi gjithçka. Tani është shumë e rëndë që publikisht edhe Egli dhe Danja po e përdorin këtë dozën kundër drejt Gjestit duke i quajtur gënjeshtar mashtrues. Danja ishte në living edhe po bisedonte me Gjestin dhe Gjesti po i tregonte për një lidhje të cilën e kishte patur me një femër që ka qenë shumë e bukur, që ka qenë shumë e ëmbël, që ka qenë goxha më e bukur se Danja, do të thënë ai e përdorën këtë mekanizmin i çik edhe për t'i ngacmuar gocat. Danja i thotë që unë nuk të besoj, Egli në anën tjetër i thotë që unë nuk të besoj, ndërsa Gjesti betohet me Zot, betohet në Allah. Ne kemi parë të gjithë që Gjesti po faleshte në Big Brother dhe të vi ndjesia për të falur, do me thënë të vi ndjesia të bish në sejdë dhe të kërkosh ndihmë prej Zotit dhe të kërkosh falje Zotit, do me thënë deri në atë gjendje të arish, i bie që ti je shumë i mbushur shpirtërisht dhe po kalon ditë shumë të rënda në atë shtëpi. Egli nuk mund të themi që nuk e do Gjestin. Egli e do shumë Gjestin, por po e luan të vështirën, po e luan këtë gocën e cila është e pakapshmja dhe dëshiron që Gjestin ta shndron në përndjekës. Mbrëm kur po luanin me jastiqe bashkë me Jozin në verandë dhe në shtëpi që po ngacmonin banorët, Egli ishte shumë e lumtur që Gjesti po e ngacmonte dhe po i shkonte nga mbrapa, sepse qëllimi i Eglit në rikthimin e saj është përçarja me Rozanën dhe në anën tjetër është, do me thënë, ta shndroj Gjestin në përndjekës dhe kur robi lutet me Allah, me Zot, do thënë të bën betime, i bie që ka diçka për të thënë dhe po e tregon ndjesinë e tij të vërtetë dhe është shumë e rëndë që ti personi në fjalë ta quash mashtrues. Dhe për këtë gjë Gjesti ishte i lënduar shumë dhe me patjetër që nuk i vazhdon debatet. Do thënë, unë kam arritur ta kuptoj që ky dëshiron qetësi në momentin kur flet. Këtë ka gabimin që nuk e kupton në shtëpinë e Big Brotherit. Si e komentoni ju këtë ngjarje dhe këto lloj qëndrimesh?